Simon, të përshëndes, çfarë thot zyrtarisht policia për arrestimin e 42 vjeçarit, çfarë është gjetur nga ana e policisë gjatë ushtrimit kontrolleve në banesën e tij? Policia ka ushtruar kontrollet duke qenë se paktën sipas burimeve policore kemi të bëjmë me 42 vjeçarin Gjovalin Mani nga Skodra, i cili është Po, Simon. është ka qenë në vëzhgim nga ana e policisë dhe gjatë një kontrolli rutin, themi kështu, të inskenuar këtë kontroll rutin në rrugë në makinën e tij është gjetur lëndë narkotike kokain dhe një armë zjarri. Pastaj është kontrolluar edhe banesa e tij ku janë gjetur edhe rreth 110 detonator, kapsolla detonator të dinamitit, të tritolit, por edhe detonator tjerë për të plotësuar pra këto. Ajo që mbetet ende e paqartë nga ana e policisë, duke qenë se personi ishte në ndërtim dhe kishte doza kokaine, pra fillimisht u nis si një kontroll ndaj këtij personi për të ndaluar një rrjet të shpërndarjes së lëndës narkotike kokain, por me gjetjen e detonatorëve, e kapsollave të detonatorit të tritolit apo edhe armëve të zjarrit, hetimi po vjen se cilët kanë qenë shkaqet dhe arsyet se pse këto kapsolla, këto detonator janë mbajtur në banesën e 42 vjeçarit dhe cila ka qenë lidhja apo rrjeti i furnitorëve dhe rrjeti i atyre të cilët do të vijonte për të shpërndarë lëndën narkotike. Kontrolli i parë, hetimi kryesor ka qenë si një shpërndarës i lëndës narkotike, por pa mundur që të hetimet të cilat vijojnë, por pa mundur për të gjetur mënyrën e furnizimit të tij. Më pas kemi të bëjmë edhe me armbajtje dhe municion luftarak dhe materiale shpërthyese të cilat janë gjetur në banesën e tij, që rëndojnë pozitën dhe e thellojnë hetimin ndaj 42 vjeçarit. Faleminderit, Simon, për raportimin e drejtë për drejtë.